Dashur teleshikues, mirë se keni ardhur në Personazh Alb, këtu në Alb UK TV në televizionin e parë dhe të vetën në Mbretërinë e Bashkuar, televizionin e diasporës. Në këtë puntat të kësaj të shtunë kemi të ftuar një tjetër shqiptare mjaft të suksesshme këtu në Angli. Këtu në Angli, sepse ne jemi me milje larg, po duke qenë se e ka patur të pamundur të jetë prezent në studio, e kemi të ftuar në lidhje me video. Pikërisht na përshëndet në këtë moment Diana Malçi, nutricioniste, por jo vetëm. E dashur, mirë se erdhe, kënaqësi e veçantë. Përshëndetje dhe kënaqësia është e imja. Faleminderit shumë e dashur që ke pranuar ftesën dhe ke gjetur kohën tënde magjike për qenë me teleshikuesi në këtë transmetim pikërisht të Personazh Alb, duke qenë se ne gjatë bisedës do e konsumojmë dhe do e kuptojmë mirë pse ti e ke patur të pamundur, edhe për kohën, edhe për njoftimin, por jo vetëm. Është një arsye shumë primare, një arsye shumë e fuqishme, për cilën ne do flasim vetëm pak minuta më vonë. E dashur Dian, na trego pak cila është prejardhja jote familjare. Okej, so unë kam lindur në Laç të Kurbinit. So jam laçane, kurbince, gjys kurbince, gjys mirditore, se mamin e kam mirditore. Bukur shumë. Edhe kështu. Okej, dhe pikërisht nga fëmijëria jote, pra ti ke ardhur sa vjeç në Angli? Kam ardhur 16. 16 vjeç. Pra, deri në 16 vjeç, besoj që ke disa gjëra të bukura për të na treguar rreth fëmijërisë tënde dhe rreth adoleshencës tënde atje, dhe pastaj do vijojmë bisedën për të cekur diçka nga fillimet e tua në Angli deri në ditën e sotme. Çka do na tregosh nga fëmijëria jote pikërisht nga ajo periudhë jo shumë ndoshta nuk kujton, por besoj që diçka të bukur do të na tregosh, e kujton. Kujtesa është e madhe, se ngjarjet janë shumë të tepërta dhe shumë të rëndësishme në jetën time. So fëmijëria ime deri 8 vjeçe është tepër e thjeshtë, e rritur në Laç. Një fëmijëri shumë e bukur, pa teknologji, me shumë lojë, me shumë e thjeshtë, shumë e sinqert, shumë e dashur. Pikësynimi, familja, shoqëria. Jam rritë në pallat. Pas ke qenë fëmijë pallatesh si puna ime. Po, kështu që kretë fëmijët jashta të luajnë, të ankohen, biles e përmen edhe sot, do me thënë, sikur do të rregoj ma vonë, edhe fëmijëve të mi, ja u tregoj se sa ndryshe ka qenë fëmijëria ime me ato ty në sot. Krejtësisht ndryshe, nuk krahasohet fare. Deri 8 vjeçe, shumë e bukur. Pastaj çfarë ndodhi dashur, se po e cilëson faktin deri 8 vjeçe? Ka ndodhur diçka që ka ndryshuar jetën tënde? Po, nga 8-9 vjeçe, familja ime vendosi të largohemi për në Greqi. Okej. Edhe thëm familja ime se sot si prind vetë, ndoshta kur nëse do bosha do doja me marrë një vendim tillë, patjetër që do pyesha edhe fëmijët, po atëherë nuk e kishim këtë inteligjencë emocionale, po me pyet se si ndjehesh ti si fëmija, don me lan ti jetën tënde edhe pse kash në moshë të vogël. Kështu që lëvizëm në Greqi. Një ndryshim tepër i madh për një fëmijë kaq të vogël, pa ditë gjuhën. Atje isha me fat se kisha tezën time me familjen e saj. Dhe aty nisi një rrugtimiri shumë i bukur, me ato sfidat e veta patjetër, po aty fillova edhe u bona
si me thanë, u formova dhe u bona edhe ma e fort. Më rriti, do me thanë, kjo sfid e lëvizjes në mosh, po. Shumë të hershme, shumë të re. Çfarë kujton e dashur Dian pikrisht nga shkputja nga Shqipëria, vetëm 8 vjeç, mbritja në Greqi, impakti I parë me Greqinë cili ishte? I herë nuk e di, a mune me tregu, sa mune me tregu rrugtimi për në Greqi. Me gjithë knatësi, ne jemi sy e vesh për të ndikur ty, për të dëgjuar ty. Do me thënë, është shumë interesante se me siguri ka edhe tjerë sot të rritur që kanë përjetut njëjtën gjë si on, që kanë qanë vetëm fëmijë kur për shembull on ma desht me hec në kam, me lëviz në me dit, me net, të tremun, pa ushqim, se na ishin marrë ushqimet, kishim majmen vetëm një shishe ujë që e mashëm se isha unë me mamin, me babin, edhe kishim edhe motrën time 4 vjeqe. O, zot. Edhe kishim atë ujtin, do me thanë, si nuk e di gjaja ma shtrejt për ne, dhe po e rushim për motrën e vogël, sa jo ishte ma e rëndësishme. Ndërkohë që ti ishe e madhe, por që ishe vetëm 8 vjeqe. Po, por unë maj men veten se isha kash e gëzume, kash excited, kash emocionume për këtë gjatë të re, që edhe pse ishim një grup 20-30 vetësh që po e bonim këtë rrugtim, unë isha me liderin e grupit, përpara nga jo knajsia madhe se ishte si një andër, adin, nuk e kuptosha 100% 8 vjeqë o Dian, nëse normali që s'ta kuptoj e dot. 8 vjeqë, vetëm 8 vjeqë. Ishte një aventurë e bukur, le themi. Pastaj, qka kujton e dashur nga I rrugtim, përveç se vështirësisë që sa po përmënde? A kujton diçka të bukur në momentin që ke mbritur në tokën greke, kush ju mirë këpriti, ku si tek qysh si ndodhi, kush ju strehoi, si vjo jeta jote? Ishte një histori e bukur për ne, po jo dhe kaq e mirë për disa të tjerë, sepse familja ime ishte ishim ne të vetmit që u mundëm me kalu kufirin për nathin, sepse të tjerë të tani kapën. Edhe vetëm unë me familjen time, nga që ishim familje pikërisht, printe mi kishin se cili ne si fmi adi në prehen, edhe maj me ndoli pak gjumi edhe më thanë, okej, ullu prap me fletë se nuk doshin që të mërzisem ose diçka të tillë. Nëse normale. Po ishte në tërsinë e saj, ishte një eksperiencë shumë e bukur, jeta ime atje ishte shumë e bukur. Si vjo jeta jote? Ti hyre me njëherë në shkollë, çfarë bëre për të integruar? Çfarë bëri familja jote për ty, sepse ti ishe vetëm 8 vjeçe? Po, sot direkt në shkollë, nuk ishte shumë, si vend, nuk ishte shumë ndryshe nga Shqipëria, pavarësisht se gjuha ishte një sfidë në vete, një pengesë. Por maj men që më komplimentoshin edhe unë isha bo kash defensive, kash mbrojtëse ndaj vetës, të shiku se mos noshta janë të më thënë e gja negative, po edhe komplimentet që më thoshin, jo, ti e vetë, për shemë më thoshin, ke flokët e bukra, edhe e kujtoj tani me familjen time dhe ju thoshëm unë, jo, ti ke flokët e bukura, se atëhere nuk e kuptoshëm 100% edhe mu dukte sikur a thu noshta e në të më thanë diçka negative dhe ishëm direkt do me thanë në atë mekanizmin... Direkt në vetë mbrojtje, po, e kam qanë. Po, vetë mbrojtje. Pastaj e dashur, ke vazhduar shkollën fillore atje, më pas shkollën e mesme, apo qfarë? Po, shkollën fillore, shkollën e mesme,
Si ka qenë adoleshenca për ty në një shtet fshinj me Shqipërinë, si që është Greqia, por shumë gjëra ndryshe me Shqipërinë. Si e kujton adoleshencën tënde pikërisht në Greqi? Adoleshenca personalisht ka qenë pak e vështirë, sepse të dy prindët e mi punoshin jashmase, sidomos mami, që kam ndihmësmjeke, edhe për herë ka punu në zanatin e saj dhe në Greqi. Bravo. Edhe me shumë sakrifica, punonte edhe natën, turnin e 3. Me orë të zgjatura, po. Me shumë orë të zgjatme në spital dhe ka qenë pak si adoleshencë, le të themi, e vetmume, se mungote koha me prindrit. Nga që i angazhuar mësë shumë ti me shtëpin, e kam idenë, po kuptoj që ti angazhuar sepse prind në punë, ti angazhuar me shtëpin, i angazhuar me motrën e vogël, dhe tani e ndjenë si kur e ke humbur atë kohë, apo jo? Po, në kur shkum në Greqi, mas një viti, u shtova dhe me një motër tjetër. Në moshën 10 vjeqe, kisha motrën e vogël, edhe tani unë ndjej sikur ajo është vajza ime, sikur është fëmia im, sepse çdo gjë i boshëm bashkë, fleshëm bashkë, unë kam mësu me hec, me hangër, dhe me thënë lishim të në kohën. Po. E kuptoj që pas ka qenë një adoleshencë disi e vetmuar nga bota e madhe, por nga familja dhe të qenërit në familje ti e ke mbajtur mirë. Ke qëndruar e fort, bravo. Të përgëzoj shumë. Mire, dashur, nëna babaj një pozicion shumë të veçantë, sepse kuptohet shumë orë që sa po e the, shumë orë të zgjatura pune, shumë punë, shumë orë larg nga fëmijët e tyre. Si e ndjerë? Pra, je ndjerë ndonjëherë në vështirësi që unë duhet të shkëputem nga ky realitet, unë duhet të vazhdoj të bëhem dikushi, të shkëputem, të vazhdoj studimet diku e tjerë, apo i ke ndjekur dhe i ke mbajtur këtë ritëm derisa keni emigruar diku tjetër? Si ka qenë ajo periudhë për ty? Kisha dëshirë ta dija disi më të zgjeruar. Me thënë të drejtën, tani që jam prind vetë, kuptoj ma tepër prindët e mi, se sa në vështirësi kanë qenë edhe ato. Ata kanë qenë një vështirësi shumë. Edhe personalisht, ato si individ, sa sfida kanë kalu, sa sakrifica, edhe pse unë po ankohem vetë si fëmijë, se si unë e kam dje, por e imagjinoj sa e vështirë do ke qanë për ato. Pa diskutim. Me mësu një gjuhë të re. Në një moshë jo shumë të re, pra sa ato s'kanë qenë fëmijë, kanë qenë adult, kanë qenë të rritur. Në 30-at e tyre, okej. Ta s'pak e lehtë. Edhe ka qenë edhe sfidë në vete, fatkesisht atëherë ka qenë shumë racizëm. Fatkesisht. Sa jeni hasur, keni hasur direkt me këto që sa po thej, me momentet ndryshme të racizmit në Shqipëri, ti, familja jote, të afërmit e tu, keni hasur, keni patur ndonjë moment tipik? Tipik, zdo mu isha me thanë, por pa tjetër, unë si fëmijë herë kam pas disa momente në shkollë, po kjo gjithsesi mu ka bo ma të fort, edhe... Si e ke ndjerë, dashur Dianë, si e ke ndjerë që ka qenë pikrisht kjo që sa po thej? Si e ke ndjerë, ka qenë atë shumë evidente, apo qëfar? Po, se për çdo gjë thoshin ti shqiptare, do me thënë hik ti shqiptare, ti nuk je, ti nuk ban, ti nuk then, ti çdo gjë do me thënë je inferiore, nuk je gati njeri si kur jemi ne. Dhe për sa kohë të ka zgjatur, ka shoqëruar kjo sfidë, ta themi kështu? Edhe në adoleshencë, do thoja që bosha shere për me vetë mbrojt rolin tim edhe identitetin tim si shqiptare,
Boshëm edhe shere u rrifshëm edhe me djemë edhe me vajza, kur më përmenshin se ti e shqiptare në të mënyrën e inferioritetit. E kam qartë. Pastaj si jetove me këtë ndjenjë, si arrite që të dilje, sa e vështirë ishte, e kuptuam që ishte e vështirë, por si arrite që dilje nga ajo situatë për të mos u përndjekur, nëse mund ta themi kështu, më? Tani jeta vazhdon, adaptohesh, shumë gjana nuk të bëjnë ma përshtypje, i kalon, ndoshta ato që dikur të kanë thënë diçka negative, Ndjes. shnet, e vërtet. Se na tregon edhe vërtetësinë, originalitetin e emisionit. Ndjes, dashur. 100%. Ndjes e dashur. Por është shumë e rëndësishme që ti prap se prap me vazhdu rrugtimin tanë, sa do si t'jetu në rreth teje, edhe kjo mu më ka njek ta jetën time, që unë gjithsesi, edhe pse ndoshta dikush ka pas një mendim negativ për mu, ndoshta jo koshiente ose jo me dashje 100%, por janë kthy edhe më kanë pa me një sy pozitiv pastaj. Do me thani kanë bo për vete njerëz e gjithsesi pozitivisht. Më pas e dashur, keni emigruar sërisht, apo dhe në çfarë moshe ke i qëndruar bashkë me familjen tënde në Greqi? Deri në moshën 16 vjeqe. Okej. Pra pas keni emigruar në Greqi, pas keni qëndruar aty 8 vite, apo jo? Unë, personalisht. Kurse familja ime akoma kanë vazhdu të jetojnë në Greqi. Unë kam lëvizur kam move, do me thënë kam... Ke lëvizur për të emigruar diku tjetër? Kam lëvizur për në Angli. Mire dashur, 16 vjeqe, ta shti me të rego pak, si e more vendimin, a nuk u ndjeve pak e re, që 16 vjeqe, vetëm 16 të shkëputesh komplet nga një realitet, tash mu bë shteti yt i dytë, i pari Shqipëria, kuptohet, është vendlinja, i dyti Greqia, dhe tani të merje një rrugë tjetër, për të emigruar diku tjetër, por vetëm 16 vjeçare. Si e more vendimin, me kë e more, si ndodhi, çfarë ndodhi, na trego pak. Tani, kjo është një histori kretë më vete. Nuk e di sa mundëm me tregu nga kjo pjesë, është shumë personale. Sa të mundesh na trego. Çka nuk mundesh, ne nuk të sforcojmë absolutisht, ti e lirshme, je i qetë. Çka të mundesh trego me knacin më të madhe, ne do të ndjekim. Nga mosha 15 vjeçare, unë u kontaktova nga një djali familjes, që u nifshim qysh fëmijë, do me thënë që ai ishte pjesëtari i familjes, edhe më mbate mend që fëmijë dhe ishte interesum që të kontaktohemi së bashku. Pra, ishi vetëm miq, nuk ishi lidhje familjare, lidhje gjaku. Jo lidhje gjaku, po lidhje familjare. Po, miqësi familjare, po. Do me thënë ishte nipi i dikujnë familje dhe u isha mesa e dikujnë familje dhe u bashkonim të dy anët e familjes. Bukur, me pëlqen. Dhe pastaj u njohët. Edhe, aty nisi... Çfarë nisi aty? Historia... Aty nisi historia jonë, si... ishte dite shumë mirë se qa dote, edhe si dote çdo gjë. Okej. Dhe fillum të folëm në telefon me këtë djalin. Dhe ai djali atëherë jetonte në Angli apo jetonte në Greqi? Jetonte në Angli, po. Unë jetoja në Greqi. Edhe nuk ishte, do me thënë, fare që unë të lëviz diku. Ishte, do me thënë, aty nisi arsyeja që unë të lëviz pastaj.
Sepse ne nga telefoni, duke folur, pa pritur ram dashuri me njëri tjetrin. Shiko ti, po si ratë dashuri nga telefoni, ma nga trego, ama. Se nga knaqe. Si dy fëmijë shumë të pafajshëm, dashuria më e pastër, besoj, është dashuria e adoleshencës. Po sa vjeç ishte djali në atë kohë? Ishte 18. Okej, pra ju keni diferencë vetëm 2 vite. So, unë isha 15, edhe a ishte 18. 3 vite, okej. Thash se mos u bëre 16 për atë. Jo, do me thani, kishim 6 muaj, rreth 6 muaj që po flisnim, unë i bora 16, pastaj menduam që unë televizja këtu. Po sa e vështirë ishte për ty që një 16 vjeçare të merrte rrugën e tjetër, një tjetër kurbet, një tjetër emigrim, vetëm pa familjen, sa e vështirë, se një guxim i madh, edhe për nënin e për babain që ta lejonte një 16 vjeçare të ikte nga Greqia për në Angli, guxim i madh. Okej, për ty nuk e shquaj shumë guxim të madh sepse i riu si veriu. Ti 16 vjeçare, wow! Po përgjegjësi e madhe dhe siklet i madh, besoj, mendoj, për nënën dhe për babain. Tepër. Kur e mendoj edhe unë sot, tham kur s'do kisha mujt me bë si prind. Po them edhe unë si prind, po. Si arrite? Si u ndave nga nëna nga babaja ditë? Ma trego momentin. Nuk e di si ta përshkruaj, Si të mundesh? Nuk e di si se jam të mundu me përshkruajt një mënyrë pozitive, po nuk gjem mënyrën pozitive me përshkruajt i gjatë tillë. Përveç se mune me thanë shumë traumatike, sidomos me 2 motrat e mia më të vogla. Absolutisht. Se nuk e besoj se edhe akoma edhe sot e kemi kalu atë traumen, atë mallin, atë ndarjen. Gjë shumë e vështirë. Pra, u ndave, u përshëndetje me nënën, me babain edhe me 2 motrat. Hipe në avion, si ndodhi sepse 16 vjeçare në atë kohë janë lejuar që qarkullonin vetëm? Që të udhtonin në për avionin? Jo, në fakt unë udhtova me babin, më dorëzoi tamam. Më dorëzoi tamam sikur është zakoni. Ku të dorëzoi babi? Le të themi më dorëzoi te djali. Në gjysmë të rrugës, okej. Si ishte, tani na trego për shkrim, na përshkruaj pak, na trego pak me detaje tani, të lutem. Pra, babai të dorëzoi tek djali. Tani na trego pak e dashur, iku babai, u kthye në Greqi. Tash ti me djalin. Na trego pak emocionin tani, ha? So ne kishim u dote me bë disa rrugtime që akoma babai ishte me mu, edhe ishte babai, ishte xhaxha im, edhe unë edhe djalin. Okej. Ai ishte tepër i marshëm, ishte shumë i turpshëm. Edhe unë nga që jam tip shumë e hapur, ekspresive, lozonjare, me një za shumë të naltë, me një sheshme shumë të naltë, se nuk e shaj kokën shumë për se sha me nëjnë tjertë për mu, mu duk, wow, kjo është shumë i turpshëm, nuk e di sa do mune me qa me një person kash të quiet. Kash ndryshe nga ti, po. Po. Po, i doli turpi, pak nga pak. Po kur i doli turpi, më i bekuar? I doli turpi, ose ma tepër e pranova, se ky është personi, kur prap fillum duke fol. Do me thënë, kjo e folmja jonë, sikur kishim fol në telefon edhe ishim
njoftë e dashuru me zanin e njëri tjetrin edhe me esencën e njëri tjetrit, se atëherë nuk ka pas as FaceTime, as ka pas absolutisht teknologjinë si kur sot, kështu që vetëm ishim me zanin e njëri tjetrit, edhe kur kena fillu bisedën nga afër, face to face, aty. A nuk ishit takuar kur më parë, dashur? Më fal? A nuk ishit takuar kur më parë? Ishim taku si fëmijë, po unë nuk e maja men, vetëm ai mate men mu. Okay. So, kur kemi qenë të vegjël, kur lushim, nuk e di se si ati ishëm fiksur, jo se nuk e kuptoj se si, po. Pastaj jeta jote e dashur në Angli, pra ju mbritët në Angli, si vijoj, ju bashketuat, u fejuat, u martuat, çfarë ndodhi me ju? Me qënë se në Angli, asaj kohë, 16 vjeçare, si kur nuk lejohej, apo jo? Jo, vetëm kemi bashketu, edhe sot, as jemi të fejum, as të martum, vetëm bashketojmë. Mire ke, shumë mirë, me pëlqen ideja jote, bravo. Po. Okej, a keni realizuar diçka tradicionale, shqiptare, angleze, greke, apo çfarë? Një ceremonie kam fjalën. Fare, asgjë. Shumë mirë. Për qef të ndë. Sepse jo nga dëshira, por në lidhje me dokumentat, jo si janë të pranishëm familjet tona, jo si, dhe me thanë këto gjanat e praktikale. S'ka problem fare. Mire dashur, si vijoj jeta jote në Angli? Pra, me një herë u bërë nën, për herë të parë, për herë 2, 3, 8, 4, 8, 5, apo bërë edhe shkollën, edhe nënën, qa bërë ti? Si vijoj më pas të jetuarit tëndë në Angli? Të qënërit pikrisht këtu tashmë? Po, fillimisht 16 vjeqe, direkt në shkollë, bëra GCSEs, vazhdova, pastaj mu desht me bo një shkëputje të shkollës, për disa arsye që nuk jam e sigurt se mundem me tregu. Dhe më vonë në 20-at e mia vazhdova përsëri studimet. Shkollën. Po, dhe vendosa pastaj të bëj të nis universitetin. Okej. Simas radhës që vinë ato kurse, gjanat edhe pastaj. Kur je bërë nën për herë të parë, dashur? Kur kam qenë 23 vjeqe, nisa universitetin... Pra, e ki patur të mbaruar shkollën, apo jo? Jo, nisa universitetin në moshën 23 vjeqare, dhe e kam nisur duke qanë 3 mujshë shtatzan me fëmijën e parë. Bravo. Si ka qenë emocioni dhe a e dallon do të emocionin e qenurit nën për herë të parë, për herë 2, 3, 4, 5? Emocionin e gjithë se cilës për tyre të 5 herëve, por edhe a e dallon dot, a e ndan dot. Dashuria e gjithë se cilit për tyre, dashuria është e njëjtë, po a e dallon dashurin tek njëri tjetri? Si do na përshkruaje? Frika ime më e madhe ishte kur mas ju bona nan për herë të parë, normal, si çdo herë e parë është tepër e veçantë, tepër magjike, tepër dhurata më e madhe, është bekimi më i madh, është një gjë që vetëm një nan që është bo nan mund ta kuptojë. Pa diskutim. Se, okej, edhe babat kanë rolin e vet, po prapë si nana nuk e besoj se mundën me ndje ndonjëherë. Kështu që ne kemi privilegj të madh në këtë pjesë. Pa diskutim. Kemi misionin më të magjishëm bot. Po, kur isha shtatzan, pastaj herën e dytë, kisha frikën më të madhe se thoshëm, a ka mundësi ndonjëherë me dash fëmijë tjetër si kur du fëmijën e parin. Edhe kur u bona, kur më fali Zoti fëmijën e dytë, ishte dhe me thanë një gjë kaq e mrekullueshme se ishte dashuria e shumë fisht, jo 2 fisht, po e shumë fisht edhe s'kishte
krahasim se këta e du ma shumë sa i pari, këta e du ma pak se ishte i dyti, absolutisht. Edhe pastaj isha ma e qetë, ishte shumë e vështirë për mu, sepse isha full time në universitet, s'kishëm ndihmë familjare absolutisht fare, vetëm ishëm me burrin, kishim do me thanë disa nima me babysitters, kunata më ka nimu me fëmijën e parë jashtë mase, kur kishte mundësi, dhe kështu do me thanë ja kemi dalë, prap, jam shtu prap me fëmijën e tretë, se i kam bo shumë shpejt me njëri tjetrin. Sa diferencë kanë fëmija nga fëmijo? So, kanë 21 muaj midis njëri tjetrit, so 3 djemt e parë, i kam bo në ma pak se 3 vjet e gjys. Edhe aty pastaj jam diplomu. Ti kur e tregon, mua më ka paniku. Imagjinoje, o zot. Ti kesh me jetë me shëndet, je një nënë jashtëzakonshme, po seriozisht je pa përshkrueshme. 3 fëmijë thot i kam realizuar me pak se 3 vjet e gjysëm. Po, plus që i kam qenë full time në universitet. Wow, o zot. Edhe jam diplomu me 3 fëmijë rreth meje, ka qenë një arritje tepër krenare për mua. E imagjinoj edhe e besoj, absolutisht e besoj, dhe do e kemi edhe provën vetëm pak minuta më vonë kur do të komentojmë disa foto të përzgjedhura, më e ke emocionuar i dashur, ja shiko, më emocionove. Me emocionove, bravo, seriozisht bravo. Erdhi në jetë fëmija i 4, bekimi juaj i 4. Po, fëmija i 4, pak ma speciale do thoja unë. Se ishte vajzë. Se ishte vajzë. Ta them unë se ishte me speciale, Unë marroj për vajza, jo se djemët nuk janë shumë të veçantë, janë shumë të dashur, e unë jam shumë me fatë se kam një lidhje tepër të ngushtë me të, por nuk e di, ndoshta nga që jam e veta tretë motër, edhe vajzat kanë një tjetër ndjesi në zemrën time. Edhe na fali Zoti vajzën ishte i gjatë që e kisha në krahun, nuk e besoja dhuratën që dhe e shikoj kështu. Kisha. Po vajza, po fëmija i 5, pra vajza e dytë, takon, që është fëmija i 5? Pastaj, po shumë bukur po e tha me burrin tim tani e dim se si me bo vajza, ta bëjmë edhe një tjetër. Si tini ju të bëni vajza? Një sekund, ndalu të lutem. Ki patun ndonjë një sekreti kështu? E dim si të bëjmë vajza. Po si e dini na thuaj? Po se na doli vajza pra, na doli vajza mas 3 djemë. Po kishi një sekret, se ti sa po thej që kishi sekret. Kishe me të vërtet një sekret? Me atimen duket se kisha sekret, sepse unë ndoqa kalendarin kinez, edhe më vjen me shesh tani që jetu ma përmendit. Ju thash dashur miq, është e pa parashikueshme. Ja, shikoni, ndiqeni me vëmendje, nëna e 5 fëmijëve duket si një vajzë e re 18-20 vjeçe, nuk e di. Seriozisht nuk e di, bravo. Tani, e ndoqi kalendarin kinez dhe kalendari kinez çfarë tha? Si e realizua që doli fëmija i 5, vajzë e 2. Ta ti nga trego pak edhe sekretin. Po pra, kjo është problemi, se tha me burrin tani dim si me bo vajza, ta bëjmë edhe një tjetër. Edhe me atonën u nisëm për vajzë, se e dishim se okej mund të funksionoj, po na doli djalë. Kalendari kines nuk funksionoj. Nuk funksionojnë me fëmijën e tjetër, jo. Po si na gnaqe. Nuk ishte kalendari, po ishte Zoti që na bëkojnë. Tani e dashur, ama të lutem ma shuaj kuriozitetin. 4 djemë dhe një vajzë, ti kesh me jetë me shëndet, uroj me gjithë shpirt që të realizohen fëmijë të mirë, njerëz të mirë, të suksesshëm, edhe me dashamirësi kështu si është nëna dhe babai, pa diskutim, unë e përshëndes fort bashkëshortin tënd dhe 5 fëmijët tuaj të mrekullueshëm, ama të lutem na trego diçka, të lutem. Tani, si e menaxhon
shkollën, familjen, punën, 5 fëmijë, bashkëshortin, pazarin, pastrimin e shtëpisë e tjerë, gjithë këto punë për të bërë një. E dyta, na tregon tani diçka. Po me sinqeritet të lutem, e ndan do dashurinë e asaj vajzës të vetme, një vajzë, një dritë syri, me atë dashurinë e 4 atyre mrekullive, me dashurinë e 4 djemve, ama të lutem ma trego me sinqeritet. Andahet. A e dallon, jo andahet në kuptimin që ti e ndan, po a e dallon tek feeling, tek ndjenja jote, tek emocioni yt? Do thoja se ja. Mirë. Ja, nuk dallohet. Unë ma tepër do thoja se nga që kam të voglin, ndoshta dallohet për të voglin, se akoma ka ma tepër... S'është i vogël akoma. Ashtë i vogël akoma, është 4 vjeç, vajzën e kam 8 vjeqe, kështu që shpenzoj ma tepër ko me vajzën, besoj, se ajo është e vetmja vajzë, kështu që ka nevoj për gjana vajzash, fustane, mi përdër kret, mi prish kret, nuk kam fare make-up, s'kam fare buskuqe, se mi prish e mi... I ka lën ajo në përdurje, para se mi provu unë. Po, dhe të nërna do mbez diçka, ndo një gjë e vogël, kështu, në përcepa. Edhe burim e ka, po. Jo, më falë që të nërpres. Burim desha me thanë se e ka shumë të letë kur do me mbledh dhurata, se thot make-up për herë ti prish vajza edhe i duket ati si kur diçka, si kur ashtë edhe faj i ti, do me thanë se thot lene vajzen, vesh një vajz kemi, për shdo gja thot lene vajzen, unë një princesh kam edhe i duket si kur okej, ashtë edhe pak fajim kështu që për herë. Tani, e dashur, a je dakord me shprejnë, sepse sa po bashkëshorti ju të tha, që sa po e theti, sa po e citove që është princesha a babit. Tani, këtu të ndalime vetëm pak qaste që të marrim edhe një mesazh nga ti sensibilizues, pse jo për gjithë ato që po na ndjekin. Pra, vajza është princesha a babit apo heroina a mamit? Ha, më thuaj. Nuk do thoja vetëm vajza, po fëmija është, unë e tham tanë kohën për fëmijët e mi, po besoj kjo shkon për kretë prindrit, tham për herë se fëmijët e mi janë mësost e mi më të mëdhej, në jetën time. Edhe se si unë i shoh, do me thanë kretë perspektivën time, se si unë formoj mendimet e mia, edhe sot si e rritur, se si unë prinderoj ato, e bëj kretë gjanë, se si ato me mësojnë për jetën, sa prezente t'jem, sa e but t'jem, si unë, jo vetëm me thanë jo, sepse jam mami edhe jam e rritur edhe kam forcën me thanë jo, në që se du, por me një gju edhe ato, dhe me thanë mendimet e tyre, edhe, do thoja se janë mësus tonë ma të mëdhej, fëmijët tonë. Okej, mirë, më pëlqen. Devijove pak nga pyetja, por gjithsesi më pëlqej përgjigja, më pëlqej shumë. E dashur, ti je diplomuar, mos e ke problem fare, ti je diplomuar në universitet për nutriciste, por që nuk është i vetmi bachelor, nuk është e vetmja diplom. Tani, do na tregosh pak edhe për diçka tjetër që ti ke shumë për zemër, një tjetër shkollim në jetën tënde, na trego dhe ndonjë eksperiencë kështu për life coaching e tjerë, na trego diçka shpejt që ti cekim gjitha arsimimet e tua të një pas njëshme, ti cekim sa do pak që të mundemi. Po, kam marru bachelor në Universitetin e Westminster në 2015 për Human Nutrition. Në qendër të Londrës. Në Londër, po. Pastaj kam bo disa studimet të ndryshme, kurset të ndryshme për wellness, për mirëqenjen, për breastfeeding, për nutricionin e shtatzanis, e motherhood, edhe
Aktualisht jam duke përfundu studimet e mia për një tjetër deg, pak ndryshe nga nutricioni, që është për hipnoterapi. Okej, që konsiston në një, unë besoj, konsiston në një deg shumë interesant, apo jo? Edhe shumë e veçantë dhe jo shumë e njohur në ditët e sotme, posaçërisht në mentalitetin shqiptar. Ashtë i gjanë si ashtë një deg edhe një area që unë e kam studiu, e kam research me shumë kohë, sepse jam tepër interesu me mas psikologjisë. Bravo. Edhe nga mental health, nga shëndeti mendor, gjithashtu, sidomos mas jam bo mamë, edhe nga depresioni mas lindjes, se shumë femra i ka kapë dhe i vuajnë, me noshta dhe nuk shërohen kur, ose kanë shumë të vështirë me dalë, po, nga jo. Edhe kjo psikologjia, shëndeti mendor, më dërgun rreth kësaj rrugtimi të hipnoterapisë, që është një deg tepër interesante, është një botë në vete, dhe jam tepër apasionume mas kësaj dege. E pëlqej shumë sepse edhe në lidhje me komunitetin shqiptar, se nga që the që nuk është se nifet shumë, edhe unë jam e interesume... Nuk është shumë e populluar. Po. Nuk është shumë e njohur, po. Nuk është e njohur edhe nuk është se përdoret, edhe pse është një terapi tepër transformative, prandaj unë edhe e pëlqej shumë, edhe do kisha pas dëshirë ma tepër, prandaj jam edhe për momentin duke punu edhe me shqipen time, sepse normal shkollimin jam të e bo në anglisht, edhe janë shumë terminologji që nuk i di në shqip. Janë të vështira të gjimë dhe në gjuhën shqipe, po është e vërtet. Po, edhe jam shumë interesume që unë të punoj me komunitetin shqiptar, ma tepër, sepse në Angli nifet edhe mund të zhehet, kurse komuniteti shqiptar ka shumë nevoj për terapi të tilla, ka shumë nevoj, dhe unë të përgëzoj, pa diskutim përgëzoj për çdo arritje të ndën, të përgëzoj 5 herë, për 5 dhuratat e tua, ata janë primar, ato s'bëhet fjalë fare, të përgëzoj për arritjet e tua pa diskutueshme, por që një tjetër përgëzim bëhet fjalë edhe për zemrën e artistit që ti ke në veten tënde, për life coaching ose confidence coaching, do doja që të na tregoje diçka shkurtimisht për sa i përket trajnere në rritjen e konfidencës së personit, nëse mund ta përkthejmë kështu, ta përshtasim më mirë, ta shqiprojmë. Na trego diçka edhe për sa i përket kësaj këtij specializimi. Confidence coach është ma tepër si mentore e vetbesimit. Okej. Se nga kjo kam marrë, do me thënë, frymëzimin ma tepër e ma që unë të vazhdoj hipnoterapin. Do me thënë, kjo vetbesimi edhe mentor edhe trajnimi duke punu me gratë të tjera më ka udhëheq që unë të vazhdoj një deg ma të komplikume, që vlen ma shumë edhe që mund të ndihmoje shumë ma tepër njerëz në anë të terapisë, patjetër. Bravo, bravo. Ndërsa, për sa i përket më ke thënë edhe diçka tjetër, që ti je një artiste në shpirt, në jetë, na trego tash se më bërë shumë kurioze të di çfarë lidhje ke ti me artin? Okej. So, përveç këtyne arritjeve profesionale edhe këtyne rrugtimeve që
Janë profesionale sepse për herë dim si kur arti nuk nuk mjafton. Edhe por arti për mu, muzika ma tepër. Je angazhuar ndonjëherë, më falë që të ndërpresi dashur Dian, a je angazhuar ndonjëherë me muzikë, ke patur eksperiencë në muzikë apo në art në përgjithësi, nuk e di, na trego diçka se shumë kurioze më bëre, ti je gjithanshme. Na trego tani ndonjë detaj të vogël, të lutem. Po, jam angazhu disa herë në për prezantime, biles kam marrë pjesë edhe në Miss Shqiptarja UK, so jam edhe modele, se tani më kujtohen edhe mu. Po si mu të kujtohen tani, wow, na bërë surprizë. Pse me këtu në transmetim u kujtove ti për ta kujtuar? Për zotën, tani po më kujtohen, kam marrë pjesë edhe në disa prezantime të shoqatave shqiptare, të ndryshme. Në qarë viti ke marrë pjesë në atë kompeticion të bukurisë? Në 2007-ën mos gabofsha. Interesant. Edhe isha në treshën e fundit. Tre finaliste. Tre finaliste. Po, edhe atë vit fitoj një vajzë nga Prishtina, që ishte super femër, 10 gjatë, unë 60, nuk e di, dhe me thënë, se si isha aty. Po, shumë e meritushme. Po mirë dashur, tani se po më shokon fare. Tani, nutriciste me shkollë, me diplomë. Tani, po merë edhe diplomën e hiperterapistes. Edhe kjo më vete. Tani ke edhe confidence coach që po studion rreth asaj, po. Tani artiste, po. Modele, po. Pse nuk u more me artin e dashur, po pozicionove me gjithë këto terapit e tjera, apo anasjeltas, pse nuk u more me terapit, por me parë, kalove nga arti, tani u fokusove këtu, tani do rikthehesh sërish tek arti, apo është ëndër në sirtar diku aty e fshehur? Po, në fakt, muzika, mediat, aktrimi, kretë kjo pjesa e artit, ka qanë... Besoj se kjo jam unë. Okej. Kështu jam si personalitet, kjo është po mirë, në arti dashur ti e pozicionuar më shumë tek muzika, apo ku? Konkretisht? Në të kënduar, apo qfarë? Po, këndim edhe aktrim. O, sot kjo, dhe më lapa më fare. Talenti im është në këndim edhe aktrim. Po mirë, qarë do nga këndosh tani dhe qfarë do nga recitosh tani? Këshu, pa përgatitur asgjë fare, direkt më thuaj. Hajde. Oh my god, edhe po e menoja, në që se do më pyse që është do këndoj, unë nuk e di fare. Ty ta ha mëndja që do të përfundojmë intervisten, vetë më mëndzoren, nati unë të dëgjoj të ndjek me vëmëndje, nga ju që ka thot i ftuari, unë pa pyetje spontane, i nxjerrun. Wow. Unë të dëgjoj me vëmëndje, të ndjek me vëmëndje, deri në fund, ma beso. Shpejt, një refren të vogël, një diçka që ti e ke shumë për zemër, që ta kryem, se kemi dhe fotografit për të komentuar. Okej. Do kënoj një këngë të vjetër, që jam rrit me këtë këngë, sepse unë vi nga një familje artistash që këndoj me kërcejmë pa fund. Okej, fillojmë, shpejt. Ta shojmë së bashku. Okej. Mos ta harroj si fillon, prit. Jo, nuk do e harrojmë neve. Okej. O, kam dal bache me ledhe lula, o, kam dal bache me ledhe lula, harrova ma indilin, o, tu i këput të tranda filino. Bravo. Harrova mi ndilin, o, tu i
yk po të tranda filino. Faleminderit shumë e dashur, halal qoftë. Faleminderit shumë për kurajën tënde, faleminderit shumë. Tani, çfarë do na recitoje po thoje? Për me Do një recitim të shkurtër kështu do e kemi, besoj. Jo, nuk kam në gjatë përgadit, mose diçka që... Ska gjë fare, mos unë ndjen siklet. Jo, nuk kam diçka të gaqë. Unë falenderoj që më këndove, na këndove live, është kënaqësi e veçantë. Unë falenderoj për atë, kështu që mos e ke problem fare për recitimin. Mirë dashur, kam përzgjedhur nga një mori, nga një mali tër me fotografi, kam përzgjedhur disa fotografi, të cilat ne do i komentojmë së bashku, janë disa momente nga jeta jote, disa momente të vockla, dhe i ndjekim tani, më falni dashur miq, se tani nga një herë do një dialektizëm edhe do na kaloj kështu shkarazi. Tani edhe nuk duhet ta harrojmë që nga Shkodra 30 vite në Shkodër, kështu që dialektizmat i kemi tonat. Shpejt e dashur, kjo fotoja këtu, ta fillojmë të komentojmë së bashku? So, këtu jam me familjen time, do me thënë që kam kriju unë, por edhe familjen që kam përjardhjen, printe mi, babi, mami im, burri im, me fëmijët edhe 2 motrat e mia. Këtu jemi në Amerikë, sepse familja ime jeton në Florida, do me thënë nga Greqia ato kanë lëviz në Florida. Okej, një përshëndetje shumë veçantë personalisht nga ana ime, dhe ndonjë prej tyre dhe mund ta kemi në puntatat e ardhshme, pse jo? Patjetër. Faleminderit shumë e dashur, kalojmë tek momenti tjetër i përzgjedhur. Presim vetëm pak qaste, do t'jetë fotoja direkt e radhës për ta komentuar së bashku në këtë transmetim. Ku Diana Malqi po na surprizon me çdo gjë të bukur që po na tregon nga momenti në moment. Nuk e di ku i kemi foton e radhës. Ka ndodhur diçka? Regjia do më ndihmosh pak të lutem? Mirë dashur, nuk e di, ka ndodhur diçka besoj, por nuk ka problem. Do e sistemojmë tani. Vetëm pak qaste na duen, pa merak fare. Këtu kemi një diplomim tëndin që e thej dhe e vërtetuam tani në diplomimin tënd në Barcelorë, bashkë me 3 fëmijët e tu të mrekullueshëm, me 3 fëmijët e parë, me 3 raundit të parë, me 3 djelmoqat. Si e komenton foton e asaj dite, pikërisht këtë moment që e kemi tani? Një ditë shumë e gëzume, shumë krenare, shumë emocione, nuk di ta përshkruaj, s'ka fjalë me përshkruajt. Shumë e gëzume, një nga ditët më të gëzume të jetës time. Bravo, fantastike, halal qoftë. Kalojmë shpejt te diçka tjetër e përzgjedhur, duke shpresuar që ç'është kjo gjëja e bukur këtu? So këtu jam të një event që ka të boje me confidence coaching që po bëj, është rreth manifestimit. Nuk e di, a e din për manifestimin, se si funksionon për ligjin e tërheqjes? Ligjin e tërheqjes, çfarë tërheqje dashur? Ligjin e gravitetit po më thua apo çfarë? Ligjin e tërheqjes. Jo, ligjin është ligj spiritual. Në botën spirituale. Spiritualizma, unë nuk jam shumë personi atill, kështu që do më ndihmosh pak të lutem. So, ligji i tërheqjes ka të bëjë me kur ne fokusojmë mendimet tona te diçka, ato nuk është e pashmangshme për me të ardhur tek ty. Do me thënë që se ti ke disa dëshira ose ëndra me arrit, pa tjetër që ato do realizohen se ti nëse ve fokusin tanë edhe mendimet e tuja edhe punon rreth tyne, do i arrish. Edhe këto
janë do me thanë muhabetet edhe mësimet që unë baj me confidence coaching si mentore vetëbesimit me gratë që punoj me ta. Bravo, faleminderit e dashur. Kalojmë tek foto e radhës shpejt të lutem. Këtu jam me vajzën time në një nga pushimet tona. Cycling është një hobi që unë e dashuroj edhe e praktikoj sa herë që t'jetë e mundshme. Është edhe i bukur edhe i shëndetshëm, ka gjithçka të bukur. Mua më pëlqen shumë në Shkodër, qyteti i bicikletave, në Shkodër është tipike bicikleta. Unë më pëlqen shumë. Nuk e praktikoj në Angli fatkeqësisht, por më pëlqen shumë. Shpejt kemi diçka tjetër të përzgjedhur, besoj? Kemi diçka me një akull të madh, nuk e di, nuk e kam kuptuar atë, po do na tregosh ti. Do të jetë pak më vonë ky grupi këtu i këtyre njerëzve? Këtu jam me grupin e hipnoterapisë. Aty janë edhe mësuesit tonë, edhe ne kolegët e mi që po diplomohemi si hipnoterapist, edhe kam shumë momente dhe eksperiencat bukura me këtë grup fantastik. Suksese pa fund e dashur. Faleminderit shumë. Kemi një tjetër foto, besoj? Kemi një tjetër fotografi, do na shoqëroj në këto momente, e kam iden. Kjo është familja ime dashur, është burri im me 5 fëmijët e mi. Nana po bën fotografin, mami. Edhe mami po bën fotografi, unë i adhuroj fotografit, jam gjithmonë duke bërë fotografi dhe video, se s'du me hu pas një lloj momenti, du me pas kujtime nga çdo pjesë e jetës time, ka shumë jam e dashurume me jetën time dhe me familjen time. Bravo, fantastike. Mirë, kalojmë tek diçka tjetër. A kemi dhe një foto, më duket mua, po unë besoj që është edhe një foto ose 2 foto. Besoj që është njëjti grup i hipnoterapisë, e kam iden. Po, këtu jam me 3 mësueset e mi, po. Këtu jam me 3 mësueset e mi, po. Okej, dhe sa kohë të kanë ngelur për të kryer studimet e tua? Tani jam duke bo case studies, që janë punime me klienta, që po praktikoj hipnosis. Jo shumë tani, disa muaj më kanë me. Bravo, suksese pa fund. Shumë faleminderit. Çka kemi në këto momente, do kemi diçka tjetër? Ja, kjo fotoja që po kërkoja me atë copën e akullit malle, nuk e di çfarë është. Të lutem më ndihmo, shumë interesante. So, unë bëj not në licen, këtu në Angli, gjatë kretë vitit, në çdo lloj klime, në çdo lloj kohe, në çdo lloj weather. Në çdo lloj kohe, po, në çdo lloj moti, po. Kjo tregon, kjo foto me copën e madhe të akullit, tregon që aty ka qenë minus 2, 3, 4, 5, nuk di gjë. Po, ka qenë minus 4 besoj atë ditë që po notoshim, ishte krejt do me thane krejt akull, ishte dita ma e ftoftë që kemi notu, shumë eksperiencë jashtëzakonshme që e bëj disa herë në javë, do ja u sugjeroja çdo lloj personi që don me investu të vetja, që don me investu të shneti fizik edhe mendor, se noti në natyrë, gjatë kretë vitit, është gjëja më e mrekullueshme që mundesh me bë për veten tënde, sepse është ajo nga që është shumë i ftoft ujti, edhe sidomos këtu në Angli, është shumicën e kohës është koha e ftoft, nga të ftoftit ndjen tepër i gjallë si person, edhe kur ja arrin kësaj lloj sfide me këtë lloj të ftofti, atëherë masi ta marrësh këtë proces, do me thënë masi të marrëj notin, tham kur kam bë këtë sfidë sot, kretë javën nuk ka gjanë që mu mundet me më mërzit, ose me më stresu, ose me më prish humorin. Fantastike. Mirë,
Këtu kemi një seancë meditimi, kemi diçka meditim në park, diçka në natyrë. Këtu jam jashtë Universitetit Birkbeck University, që po studioj për hipnoterapin, dhe po bëjmë një seancë meditimi, po. Bravo. Kisha vetëm një pyetje të shpejtë. Unë jam këtu në studio, dashur miq, jemi rikthyer këtu. Desha të bëja vetëm një pyetje të shpejtë në lidhje me akullin. A nuk ekziston frika e ndonjë heart attacku kështu? -4, apo je e specializuar dhe je e praktikuar, ke rezistencë, pra trupi yt është e pranon ato temperatura të ulta? Ky liçen që unë shkoj është ka lifeguards, ka, nuk e di si janë shqip, ato që ndihmojnë në momente... Roje detare. Po. Është i kontrollum, është i pastrum. Jo, nuk e bën dyshim fare që i ka gjitha, pa diskutim. Po thjesht po pyesja, nga temperaturat e ulta nuk rrezikon personi që të ketë një heart attack, këtu do e kisha me frikë. Shumë ka nga personalisht e pyetje vitjake, di. Se u sikretosa pak shumë. Ka pas shumë raste që ka pas disa njerëz që kanë kalu në hypothermia, që kanë pas, do me thënë, është ngrit trupi, nuk kanë mujt me lëviz, me notu, edhe normal që i kanë i ndihmojnë, edhe pranej janë ato ndihmësët e lifeguards. Po mësohet trupi, kjo është e gjitha. Adaptohet trupi edhe nuk e ndjen, edhe kur është ftoft nuk e ndjen ma, edhe në jetën tonë të përditshme nuk e ndjen të ftoftin, edhe imuniteti është shumë ma i mirë edhe i pastër. Okej, mirë. Faleminderit shumë e dashur. Unë jam këtu në studio, unë falenderoj për gjithçka të bukur që na ke treguar, për çdo sinqeritet, për çdo surprizë, për çdo gjë të paparashikuar, për gjithë këto eksperjenca, studime, nuk e di, gjithçka të bukur që na ke thënë. Faleminderit shumë pafund. Është kënaqësi e veçantë. Unë jam këtu dashur miq. Prit se më ka harruar regjia, jam këtu në studio. Jam këtu. Hello. Mire, dashur Diana Malqi, unë falenderoj shumë pafund. Faleminderit shumë. Suksese, ti kesh me jetë me shëndet fëmijët e tu të mrekullueshëm, familjen tënde, gjithë ato persona që janë me ty në jetën tënde, respekt e mirënjohje, një falenderim të veçantë dua të bëj edhe për kolegen time, ish kolegen time, por shoqen time, miken time, Dafina Rama, e cila na ka mundësuar në kështu last minute, në moment fundit, na ka mundësuar lidhjen time me ty, kontaktet, pra kjo intervistë është realizuar në bazë të shoqërisë me Dafinën, një ndërmjetëse e jashtëzakonshme mes mejet dhe tejet. Unë e falenderoj shumë për zemërsisht Dafinën dhe të falenderoj shumë për zemërsisht ty. Edhe unë është shumë e mrekullueshme. Absolutisht. Faleminderit shumë e dashur, respekt e mirënjohje, gjithë mirat e botës të uroj dhe nuk e di, maybe, ndoshta do të takohemi një ditë, pse jo. Në vija erore nuk jemi larg, ku në vit tokësore jemi larg. Unë u gëzova, u kënaqa, ishte shumë bukur këtu me ty. Faleminderit shumë e dashur. Faleminderit shumë. Faleminderit, të përshëndes bashkë natën e mirë, gjithë mirat. Dashur teleshikues, kemi ndjekur një histori shumë motivuese, një nën me 5 fëmijë, një nën që nuk e pengon asgjë, asnjë sfidë nuk e pengon në mënyrë absolute, dhe unë kam dëshirë që shembullin e kësaj nëne, Diana Malqi, ta ndjekin edhe nëna të tjera që e kanë ndjekur këtë transmetim të drejtë për drejtë, pse jo, është me të vërtetë shumë interesante. Askush nuk duhet të ndalet asnjëherë, po posaçërisht femra. Ju përshëndes, ju uroj gjithë mirat, faleminderit që gjithmonë jeni në shoqërinë Albi UK TV dhe posaçërisht personazh Alb. Bashkë natën e mirë.